I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, zhvilloi bisedime me kryenegociatorin e Ukrainës Rustem Umerov në Florida, të cilat i quajti konstruktive. Lajmi u konfirmua në një deklaratë të përbashkët të lëshuar veçmas nga Umerov dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas deklaratës, gjatë 2 ditëve të fundit, Witkoff dhe Jared Kushner u takuan me sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Rustem Umerov, dhe shefin e shtabit të përgjithshëm, Andriy Ihnatov, për të diskutuar një rrugë drejt një paqeje të drejtë për Ukrainën. Ky është hetakimi i 6 mes palëve brenda 2 javësh. Umerov theksoi se prioriteti i Ukrainës mbetet arritja e një marrëveshjeje që mbron pavarësinë dhe sovranitetin e vendit, garanton sigurinë e ukrainasve dhe krijon bazë për një të ardhme demokratike. Gjatë takimit, palët diskutuan rezultatet e bisedimeve që Witkoff dhe Kushner zhvilluan këtë javë në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Në deklaratë thuhet se bisedimet vijojnë, ndërsa të gjitha palët shprehen të gatshme të vazhdojnë përpjekjet diplomatike. Після Женеви, продовження Женеви.